Zoti Pietra, një ngjarje mjaft e rëndë është shënuar në Tepelen ku ka mbetur i vrarë një biznesmen italian 44 vjeçar i cili operonte për 20 vitesh në Shqipëri si biznesmen. Çfarë po ndodh me krimin në vend dhe ju nga optika juaj pra si avokat, si e lexoni këtë ngjarje? Me thonë drejtën, është një krim i rënd, as më tepër që kemi me ortak të huaj, si thonë, por ajo që është më rëndësishme që nëse don të zbardhet kjo ngjarje, është krejtësisht e mundshme për të zbardhur. Bëhet fjalë që në Shqipëri sot, pra oficerat e policisë gjyqësore janë shumë të aftë, janë kaq të aftë sa ata pra për din të fshehin edhe krimin. Pra, kjo tregon që ti nuk mund të jesh i aftë në një anë, po duhet të jesh i aftë në të dyja anët. Pra, ta dish mirë, ta analizosh krimin dhe ta fshesh atë është artën vete. Ndërsa për rastin konkret që pretendohet, si thonë, që kjo ngjarje ka protagonist ortakrinë ose dikën aty të fshatit, për mu, nga gjitha ato që janë të dhënuna deri tani, informacionet e mbledhura, për mu është një gabim, pra vrasje nga pakujdesia. Për mu, pse e them këtë? Sepse një biznesmen ka vite që është në Shqipëri dhe nuk ishin nevojë që ta vrashin në orën 12 natës në një vend që s'ka si vlerë. Por informacione dhe dëshmitë e dhëna nga punojësit ose nga personat që kanë dijeni për ngjarjen janë përveç kontradiktore, ka dhe një problem tjetër që nuk zbardhin të vërtetën, pra fshehin diçka që nuk e lanë të zbardhet e vërteta. Të thuash që dikush na doli para dhe gjujti me breshni dhe nuk ka kap asnjë plumb në makinë, nuk ka shtyer as i xham, pra bie poshtë ky pretendim. Të gjuash nga makina në makinë, pra përsëri do të kishe thyr xhamat ose do të kishe gjujt, do të kishte kap në një plumb edhe shoferit. Tani shohim një pjesë tjetër që pretendohet që ka dalë jashtë. Ka dalë jashtë dhe e kanë godit, e kanë vrarë. Dhe tregohet që është tërhequr zvarr për ta larguar në anën e rrugës. Pra, të gjitha këto veprime nuk bëhen nga persona të tjerë përveç atyre që janë bashkë. Dhe ata duhet të tregojnë të vërtetën, sepse unë menoj që kjo është një fatkeqësi që u ka ndodhur. Por jo se a ka qenë me qëllim ose me dashje, sepse nuk të çon asnjë logjik që të arrish në një konkluzion që vrasjen të bëhet një vrasje kësaj forme për të fshehur diçka. Nuk ekziston. Në lidhur me shumë arsye të tjera, pra që të i mesin të zbardhet policisë, sepse nuk dihet, nuk i jepet e qartë a kanë qenë duke shku në shtëpi apo duke dalë nga shtëpia. Aty thuhet që është një vend për gjuhëtip, një zonë. Çfarë do dëgjosh në orën 12 natës? Se aty thonë do dëgjosh shpend. Pra, edhe ky version bjen poshtë. Nuk është version që mund të jetë i bindshëm për policinë. Dhe unë i rri gjithmonë asaj që kjo çështje është, pra, kjo vrasje që ka ndodhur, për mua është aksidentale, nga pakujdesia, sepse siç duket do të kenë pinë në gotë dhe kanë hyrë makinë me shku me gjujt. Mirë, po ka ndodhur dhe nuk e japin të saktë këtë që ka ndodhur. Se nuk mundet, pra, e ka pamundur që të arrish të thush ne dolim para ose ne vranë ose ne gjujte. Kjo është improvizim i dëshmitarëve okulare. Ndërkohë ortaku i tij së bashku me djemt janë lënë të lirë nga policia pas marrjes së dëshmisë tyre për shkak të mungesës së provave. Ju e përmendët deri diku, po çfarë po fshihet në këtë rast dhe pse policia nuk ka dhënë deri tani një sqarim të plotë të rrethanave të ngjarjes? Tani ne nga ato informacione
pra që themi gjithmonë që në çdo hetim, në çdo vrasje, në çdo punë pist, fshehje, pastrim parash në hyn politika, edhe ky rast për mu është një nga rastet që ka ndërhyrë politika në këtë çështje. Për të krijuar pra këto veprime, për t'i parandaluar edhe mundësinë e hetimit. Por jo, se nuk e din edhe oficerat e policisë gjyqësore se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Ata e din shumë mirë. Por tani munges prova shka aty, po i e dishmitar okular që ta shvra shoku. Ti duhet japsh një informacion dhe atëherë kur ka mos përputhje, pra deklarimesh, automatikisht që njëri prej tyne po gënjen policinë. Dhe këtu jemi ose tek fshehja e krimit e provave, ose tek deklarimi i rrën para oficerëve policisë gjyqësore. Pra persona nuk duhet ishin e lëshu dhe lanë të lirë, vetëm për arsye se në qoftë se ata janë lanë të lirë me qëllim që policia të mbledhin prova të tjera bindëse nëpërmjet përgjimeve ambientale ose përgjimeve të tjera që policia mund të ketë marrë masat e veta. Sipas dinamikës së ngjarjes, mësohet se një person ka qelluar nga jashtë, pra në drejtim të grupit nga poshtë lart dhe në këtë rast ka mbetur i vdekur biznesmeni italian. Në optikën tuaj dhe gjithë nga ajo analizë që mund të keni bërë deri tani, si mendoni kjo ngjarje ka qenë e mirë planifikuar, duke qenë se ka ndodhur në mesnat apo ka qenë aksidentale? Vetëm aksidentale e ke dhe për mu personi mund t'jetë vranë makinë. Personi mund t'a ketë vra shoku i vet në makinë, sepse nuk të çon asnjë pistë tek ato që thohen probleme, konflikte mes palëve. Nuk rezulton të jetë, sepse edhe mënyra e goditjes nga poshtë lart, pra do thotë që nuk ka pas një përleqje që ky biznesmen italian të jetë lëshu kundër dikujt që e ka dhënë në vete. Pra, bie poshtë edhe kjo pistë. Dhe unë menoj dhe i baj thirrje edhe atyne që i kanë qenë prezent, që të tregojnë të vërtetën, që mos të lanë aludime dhe mos të marrin qafe edhe veten, edhe oficerat e policisë gjyqësore, edhe prokurorët e tjerë në radhë. Sepse nuk ka asnjë pistë tjetër përveç kësaj nga pakujdesia. Zoti Pietra, të kalojmë në një rast tjetër, ose më saktë në një çështje tjetër, sa i përket një investigimi të mediave italiane, sipas të cilave një grup kriminal në Amerikën e Jugut është kapur në përgjim me përfaqësues të qeverisë shqiptare, duke bërë atje pazaret e pastrimit parave në sektorin e ndërtimit, pra sektorin e ndërtimit në Tiranë, pra se si mund të ndërtohet në Tiranë dhe të pastrohen paratë e krimit dhe trafikut drogës. Ju besoj e keni parë këtë ngjarje këto ditë dhe çfarë do thotë kjo për vetë qeverinë e kryeministrit Edi Rama dhe çfarë tregon nga ana tjetër lidhjet mes politikës dhe krimit organizuar? Që jemi para krimit organizuar politik, këtu jemi. Këtu jemi para asaj që çfarë ka ndodhur në Shqipëri nuk ka ndodhur në asnjë vend në botë. Të ndërtohen kulla në mes qytetit Tiranës, të mos shiten, se ka dhe një mënyrë tjetër, që ti nuk po i shek, sepse nuk është askush që mund t'i blejnë. Dhe këta është një rrezik i madh që këto ndërtime në mes të Tiranës mund t'i blejnë organizata kriminale të lidhur me këta persona. Dhe ata mund t'jenë shumë të rrezikshëm ma vonë për shtetasit shqiptar dhe për Shqipërinë. Mund t'jetë që do të përbëjnë një rrezik fatal, qoftë edhe për të huajt që jetojnë në Shqipëri këto veprime. Sepse këto ndërtime me këto vlera që pretendohen që të shiten, pra janë vlera marramense. Tani unë para ca ditë që kam thënë që shteti shqiptar duhet të bëjë një statistik lidhur me ndërtimet dhe pallatet të cilat nuk shiten dhe nuk po i blen njeri. Atëherë këto pallate, pavarësisht se ato i kanë, unë i kisha thënë dhe kisha nxjerrë një menim
timin si shoqata avokat dhe antikorrupsion, të tatohen këto, pavarësisht se nuk janë dhënë me qira. Të merret një tatim dhe tatimi të merret me bazën e asaj vlere që ata do me i shit. Dhe në këto momente do kishim një përplasje, nëse vullneti politik ekziston për ta zbardhur këtë ngjarje ose këto krime, duhet bërë me njëherë dhe pa diskutim që do të bien pre e këtyre veprimeve vetëm politikanë dhe kriminalë shqiptarë, që janë të lidhur me ta.